Të gjithë hani djath, por askush nuk e di se çfarë i ndodh diabetit, kolesterolit dhe zemrës suaj. Lajme të mira për ata persona që e konsumojnë djathin. Shëndeti juaj i zemrës nuk mund të rrezikohet edhe aq shumë, por kjo s'do të thotë se ju duhet ta teproni me konsumin e djathit. Këtë e demonstron një studim i ri, bazuar te ushqyerja në Francë, që tradicionalisht identifikohet për konsumin e shumë djathrave të ndryshëm në dietën e tyre ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mitikisht konsumi i djathit lidhet me sëmundjet kardiovaskulare, por megjithatë, ky vetëm ka një shkallë të ulët të individët të cilët të vuajnë nga problemet e zemrës dhe duket se djathi është një nga arsyet e mirëqenies suaj të përgjithshme, që mund t'i japë rezultate fantastike për ju. Shkencëtarët e Universitetit Aarhus në Danimark kanë analizuar një sër produktesh të qumshtit, për të krahasuar dhe për të vëzhguar gjithashtu edhe përmbajtjen e tyre shëndetësore për organizmin. Në krye të skuadrës, Hanen Bertman, një vëmendje të madhe i ka kushtuar mënyrës se si djathi tretet. Personat që konsumojnë kanë një sasi më të madhe të një acidi të quajtur butirik, i cili ndihmon organizmin të reduktojë gjithashtu nivelin e kolesterolit. Djathi lidhet me reaksione të ndryshme metabolike, të cilat mund të vihen edhe përballë konsumit të qumshtit, ka shkruar ekspertja e revistës Journal of Agriculture dhe Food Chemistry. Megjithatë janë të nevojshme kërkime të tjera më të thella për të eksploruar mekanizmat që qëndrojnë pas konsumit të djathit, stimulimit të bakterieve në stomak dhe të kolesterolit. Duket se një moment i mirë për këtë ushqim është që të dashurosh edhe konsumin e ushqimeve të duhura. Në fakt duhet të dini se sipas një kërkimi tjetër të fundit, individët që hanë më shumë djath shijojnë jetën në mënyrë më të mirë. Për të saktësuar, të individët rreth 460.000 individ, 73.000 shijuan edhe efektet e tyre në jetën e përditshme. Rëndësia e djathit për ushqyerjen gjithashtu është shumë e rëndësishme. Tretshmëria e djathit është gati 100%. Organizmi e përdor lehtë proteinën nga djathi sesa atë nga qumshti. Gjatë prodhimit të djathit, pjesa më e madhe e laktozës mbetet te hira, ndërsa ajo që mbetet në djath kthehet në acidin laktik. Prandaj djathi rekomandohet për njerëzit të cilët kanë probleme, sidomos edhe me tretjen e laktozës. Djathrat mund të përmbajnë edhe kultura të tjera të probiotikëve, prandaj në bazat e tyre ditore mund të klasifikohen si ushqime funksionale, sepse përdorimi i rregullt i tyre do t'i japë një sër avantazhesh dhe efekte pozitive në gjendje shëndetësore të njerëzve që të cilët e konsumojnë atë. Djathrat, për nga përmbajtja yndyrore, ndahen si shumë të yndyrshëm, plot me yndyrna, me yndyra mesatare, me pak yndyrë dhe pa yndyrë. Djathrat, në përmbajtjet e tyre, kanë më së shumti yndyrna dhe proteina. Proteinat janë ato që përcaktojnë fortësinë e djathit. Sa më shumë proteinë, djathi do të jetë gjithashtu edhe akoma më i fortë. Mirëpo nëse djathi ka shumë yndyrë, ai nuk është i fortë, por përkundrazi, sasia më e madhe e proteinës që ka, në bazë të sasive të materjes së thata, siç janë për shembull yndyra dhe proteina, në djathra ato ndahen si shumë të fortë, gjysmë të fortë dhe djathra të butë. Gati është e pamundur që në kushtet e sotme të prodhimit industrial të caktoni gjithashtu edhe përqindjen e saktë të djathit dhe të nisë shtesë dhe cili është dëmi konkret që i shkaktohet organizmit të njeriut. Të gjitha mëngjeset janë të dukshme, djathra të fortë bëhen të butë, qahen shpejt, djathi shndrohet në një shije jo të mirë dhe aromë të keqe. Prandaj djathra të tillë nuk mund të përdoren për ushqim. Me qëllim që të gjeni larmishmërinë e ofertave të djathrave në treg, është me rëndësi të dini karakteristikat e tyre. Mos e lejoni që çmimi të përcaktojë gjithmonë shijen tuaj, por njihuni edhe me teknologjinë, me kualitetin dhe përmbajtjen e llojeve të zgjedhura të djathit, për të marrë gjithashtu përfitimet e duhura për shëndetin dhe për të evituar kështu edhe problemet që i shkaktojnë organizmit. Konsumi i djathit duhet të bëhet brenda normës të lejuar për të marrë përfitime dhe për të ndikuar pozitivisht në të mirën e shëndetit tuaj. Ekspertët
e cilësojnë djathin si një nga produktet më fantastike që mund të shtoni në dietën tuaj, për sa kohë nuk e teproni, përgatituni të merrni efektet pozitive të tij për shëndetin tuaj. Shqiptarët e konsumojnë shumë djathin. Një fet djath e shndron gjithashtu sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët, për shkak të vlerave shëndetësore që bart. Por ai kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë vlerat e tij. Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh për organizmin. Mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi jonë mund të përfitojë më shumë me vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të listojmë arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes edhe ndikimi i tij parësor në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Mëngjesi është vakti më i përshtatshëm për të konsumuar djathin dhe këto janë arsyet kryesore pse. Është shumë i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është produkti i bulmetit që organizmi ynë do ta tresë më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen më shpejt dhe në të njëjtën kohë të lehtësohen dhe të përthithen gjithashtu edhe mineralet e duhura të tyre. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti të mira anti-inflamatore, ai do të ndihmojë edhe në tretjen e të gjithë personave të cilët janë gjithashtu edhe intolerant ndaj edhe produkteve të laktozës. Ka përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 16 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave të shëndetshëm të përthithjes së yndyrnave gjatë gjithë ditës, dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në dobi të shëndetit tuaj. Djathi gjithashtu është një nga burimet më të mira edhe të proteinës. Përveç sasive të rekomanduara të kalciumit, djathi përmban proteina cilësore. Të gjitha ekspertët dhe mjekët këshillojnë në çdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nga ana tjetër, ato do t'i japin gjithashtu organizmit ton më shumë energji gjatë ditës dhe janë jetësore për shëndetin tuaj të muskujve. Djathi është i pasur me nivele të mira të vitaminave. Djathi i bardhë është një burim shumë i mirë i vitaminave siç mos vitamina B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka funksione thelbësore në metabolizëm dhe formimin e qelizave të reja, ndërsa vitamina A, fal antioksidantëve që përmban, lufton gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira. Fosfori, i fundit në radhë, por jo nga rëndësia, është një mineral, i cili mund të gjejë gjithashtu edhe përfitime të mira për organizmin ton. Ai ndihmon stomakun në ruajtjen e ekuilibrave të aciditetit. Në bashkëveprim gjithashtu me kalciumin, ai do të rigjenerojë dhe ndërtojë qelizat e duhura kockore në rritjen dhe jetëgjatësinë e organizmit. Këto vitamina dhe minerale janë esenciale për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, shtimi i djathit në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësime më të mëdha në organizmin tuaj. Djathi ofron probiotik fantastik. Djathi i bardhë është një produkt ideal për shëndetin e aparatit tuaj tretës. Ai përmban gjithashtu një numër të lartë të probiotikëve, të cilët do të ndikojnë në përmirësimet më të mira të stomakut dhe jo vetëm. Djathi do të ndihmojë gjithashtu në një shëndet më të mirë të kockave. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, deles ose dhis, është një burim i mirë i kalciumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi juaj do të përfitojë të gjitha këto minerale të rëndësishme. Konsumi i djathit në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësime më të mëdha të organizmit tuaj. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur të djathrave cilësor me përmbajtje sa më natyrale të qumshtit edhe jo ato djathra të cilat përmbajnë përmbajtje të mëdha të nisështes, pasi mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj dhe të krijojnë gjithashtu komplikacione të organizmit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.